Mirëmbrëma dhe përshëndetje nderuar shikues, jemi drejt për drejt në valët e televizionit Apollon në emisionin për diasporën në Atharet Adeu. Do të diskutojmë për një temë e cila është gjithëpërfshirëse, por dhe shumë e rëndësishme për sa i përket rolit dhe energjive që ka diaspora shqiptare në botë. Tema është diaspora shqiptare në botë urlidhse me Adeun apo energji e shpërdoruar. Kemi ftuar për ta diskutuar këtë temë dhe çështjet e saj 4 personazhe të cilët janë të veçantë, janë ekspertë dhe specialistë të fushave të ndryshme, përfaqësues dinjitoz të diasporës shqiptare në botë. Është me mua Ervin Mile nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet Skype, inxhinier elektronik ose IT, doktor shkenca. Mirëmbrëma se ka ardhur zoti Mile. Mirdita Besnik, ju falenderoj për ftesën. Ju falenderoj që pranoni ftesën për të qenë në këtë emision. Është herë e parë që ju jeni prezent panelit. Do të kemi edhe diskutimet e tjera për çështje dhe tema që shqetësojnë diasporën. I fturi tjetër është Lesh Murrani, vjen nga Gjermania nëpërmjet Skype, është shkrimtar, aktivist i njohur. Mirëmbrëma se ka ardhur zoti Murrani. Mirëmbrëma së gjithë. Të falenderoj që pranoi ftesën. Gjithashtu. E ftuara tjetër është një zonjë e nderuar, vjen me Skype nga Greqia, nga Athina, është juriste avokate Ergita Piperi. Mirëmbrëma se ka ardhur zona Piperi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ju falenderoj që përfaqësoni denjësisht diasporën ose emigracionin shqiptar në Greqi. I fturi tjetër është një shkrimtar, një poet realist, është Fatmir Gjata, i cili ka qenë prej vitesh pjesë e këtij paneli. Mirëmbrëma se ka ardhur zoti Gjata. Mirëmbrëma Besnik, mirëmbrëma gjithë telespektatorët që na ndjekin nëpërmjet televizionit. Të falenderoj që pranoi ftesën, për të qenë asnjëherë nuk e refuzuar për të dhënë mendimet dhe opinionet e tua specializuara. I panshëm, i balancuar ke qenë me disa raste të veçanta, gjithsesi interesi kombëtar mbi të gjitha. Të falenderoj që je pjesë e këtij diskutimi. Në këtë emision të nderuar shikues, pra në emisionin Natret Adeu në studion live, organizoj biseda dhe diskutime të thella dhe gjithëpërfshirëse me shqiptarët nga e gjithë bota, pra me përfaqësues të diasporës shqiptare. Miliona shqiptarë realisht jetojnë në gjithë botën, ata janë ambasadorë të identitetit tonë kombëtar, janë forcë ekonomike, kulturore, por shpesh herë të lënë ares nga politika në institucionet shqiptare. Dhe ky është fakt. Do ta diskutojmë këtë emision me në disa çështje që lidhet drejt për drejt me temën, sa të lidhur janë sot me Shqipërinë dhe sa të përfshirë janë zhvillimin e saj përfaqësues të diasporës shqiptare, cili është kontributi konkret i diasporës në ekonomi, investime, kulturë, edukim, sport e të tjerë, cili është roli i organizatave shqiptare të vendit dhe si e ndjen emigrantët mbështetjen e tyre për të integruar sa më shpejt në shoqëri, po edhe për ta përdorur si mjet lidhës me Adeun, me Shqipërinë, por edhe me institucionet e vendit pritës ku jetojnë dhe punojnë. Çfarë ndjesie kanë emigrantë shqiptar për kontributin e diasporës në AD, vlerësohet në Shqipëri apo shpërfillet? Shumë e rëndësishme, janë kontributor shumë të mëdhenj, ne kemi edhe disa tregues të marr, na ndihmoi edhe inxhinieria e tij, zoti Mile, cilat janë sfidat e diasporës dhe marrëdhëniet e saj me shtetin shqiptar, mungesa e politikave konkrete, përfaqësimi institucional, vështirësitë për të dëgjuar e të tjerë, kanë krijuar probleme dhe si kanë ndikuar në diasporë, pra janë shumë çështje që do diskutohen me të ftuarit tanë të nderuar. Ky emision të nderuar shikues transmetohet gjithashtu drejt për drejt edhe në platformat prestigjioze kombëtare, Tring TV, Upcom ose Vodafone, IPTV, në One, në arbëria.net, është live në YouTube, live në Facebook. Transmetohet gjithashtu në pjesën më të madhe të operatorëve kablor që kryejnë aktivitet në territorin e Shqipërisë në platformën kombëtare të Kosovës dhe në 3 platforma digjitale të 3 shteteve të Amerikës. Në fakt, është një emision i cili krijon hapësira dhe mundësi për të gjithë diasporën shqiptare, ata janë përfaqësuesit më dinjitoz të kombit ton, janë integruar madje një pjesë e tyre dhe konkretisht edhe sot të ftuarit tanë janë pjesa elitare e shoqërisë shqiptare në botë. Ne krenohemi me ta, me kontributin e tyre, me integritetin e tyre dhe me angazhimin që ata kanë jo vetëm në vendin ku jetojnë dhe punojnë, por edhe për Adeun shqiptar nëpërmjet vizionit, dijeve që ata kanë marrë, por edhe hapësirave dhe mundësive që ata me dijet e tyre krijojnë për pjesën tjetër
për të qenë të unifikuar. Zoti Mile, po ta jap ty për herë të parë fjalën, me qenë se je edhe për herë të parë në këtë emision. Sa të lidhur janë sot me Shqipërinë dhe sa të përfshirë janë në zhvillimin e vendit përfaqësuese diasporës shqiptare? Dhe konkretisht ata të Amerikës, me qenë se ju jetoni atje, keni një karrierë brillante të shkëlqyer, keni qenë dhe në një nga universitetet e Parisit, të Francës, pranë Paris, dhe në këtë aspekt, në lidhje me pyetjen, sa të lidhur dhe sa të përfshirë janë? Po, zoti Besnik, mendoj se shqiptarët janë goxhat përfshirë me kontributin e tyre në Shqipëri dhe për vendin e tyre. Këtë e tregon fakti si të them unë, i shoqatave të ndryshme që janë krijuar jashtë Shqipërisë, por edhe ndihmesa e vazhdueshme që japin jo vetëm shoqatat, por edhe personat në nivel personal për t'i dhënë Shqipërisë. Unë ju kam dërguar disa shifra konkrete në lidhje me remitancat, kur kuptojmë që remitancat përbën thuajse 20% të buxhetit të shtetit. Domethënë nuk është vetëm një lidhje nostalgjike, një lidhje, si të them unë, emocionale me vendin, por mbi të gjitha ka një, do të thoja, një dorë të fortë në mbështetjen ekonomike të Shqipërisë. Për sa i përket komunitetit këtu në Amerikë, ka shoqata të ndryshme, shqiptarët zakonisht janë të përqendruar në qytete të mëdha siç është New Yorku, Chicago dhe Boston, ku këtu kemi shumë shoqata të ndryshme. Një nga më të njohurat është edhe Albanian Roots, siç e njihni, dhe besoj për herë kur vjen periudha e qershorit, sidomos data 22-23 qershor, ju do të shikoni që këtu bëhet një nga paradat më të mëdhaja ku shikonin në rrugët e New Yorkut shqiptarët krenarisht të ecin të veshur me kostumet e tyre tradicionale, por edhe me flamujt që valviten në rrugët e New Yorkut. Po, për sa i përket të dhënave që ju na ofruat, në fakt janë shifra dhe grafika që tregojnë edhe rolin dhe angazhimin e diasporës në aspektin ekonomik, pa dërgesat e tjera, pra përqindja e remitancave në krahasim me buxhetin aktual të shtetit, pikërisht në atë grafik, dhe shpërndarja e buxhetit të shtetit të vitit 2025 sipas zërave, dhe nëse do integronim edhe remitancat. Domethënë çdo të thotë integronim dhe remitancat, pra të ardhot nga dërgesat nga emigrantët, si mund të integrojnë buxhetin e shtetit dhe si mund të shfrytëzohen ato? Ky integrim është më shumë në mënyrën e të kuptuarit se çfarë rëndësie kanë nga ana financiare nëse i krahasojmë me buxhetin e shtetit, por edhe remitancat. Nëse marrim remitancat, janë afërsisht arrim në shifrat 2 miliardë euro, ose dollar, pak a shumë nëse mbajmë raportin 1 me 1, në një moment kur buxheti total i shtetit është pothuajse 7.45 miliard euro. Do më thënë gati 20% e këtyre të ardhëve, dhe këto janë para kesh që injektohen nga familjarët, apo nga ne personalisht që jetojmë jashtë, dhe këto janë shifra siç deklarohen nga Banka e Shqipërisë. Dhe këto janë shifra zyrtare, por ne e di shumë mirë se një pjesë e jona nuk transferon ndihmat ndaj familjeve vetëm në mënyrë zyrtare, por edhe në mënyrë dorazi ndihmat që japin. Kështu që ndihma që u jepet Shqipërisë është shumë herë më e lartë se sa shifrat zyrtare që paraqiten. Dhe ky lek i pastër që injektohet në Shqipëri, do të thoja është si ai oksigjeni që mban gjallë ekonominë shqiptare, sepse duhet kuptojmë diçka. Çfarë prodhon Shqipëria sot? Çfarë eksporton Shqipëria? Domethënë çfarë pasurie gjeneron Shqipëria, dhe duhet ta krahasojmë atë me importet. Dhe ne e di shumë mirë që jemi në një deficit buxhetor, domethënë importojmë më shumë se sa eksportojmë. Edhe si mund të mbulohet ky deficit? Ku do i gjejmë parat familjet shqiptare, domethënë për të jetuar? Edhe ky është ai oksigjeni që nuk mban vetëm familjet shqiptare, por nëse diaspora dhe emigracioni nuk do kishte mbajtur gjallë, shteti shqiptar do kishte pasur probleme të mëdha serioze. Dhe në fakt është shifra e dytë e injektimit të parave në shtet,
mbas Ministrisë së Mbrojtjes Sociale dhe janë pothuajse me shifra të barabarta. Domethënë aq sa vetë shteti injekton për mbrojtjen sociale, po ashtu edhe emigrantët që jetojnë jashtë injektojnë për të mbajtur familjet e tyre. Atëherë, besnik shtoj edhe diçka? Dhe shtoj diçka lidhur me reabilitanca. Me qenë se jam edhe specialist ekonomie, dhe që të them diçka. Cili është thelbi i atyre reabilitancave që përfitit ka shumë. Fakti është që reabilitancat ose të hyrat nga emigracioni, nëse kanë filluar si të hyra në rrugë private, do të thënë thjesht për të mbajtur familjet për jetesë, tashi ka filluar të ndryshoj raporti privat dhe investim i mirëfill, saqë sot nga sasia madhe e reabilitancave, jo të gjitha shkojnë thjesht për të mbajtur me bukë familjet e tyre, por shkojnë edhe për të ndihmuar ata në qoftë një investim i vogël, qoftë në një aktivitet ekonomik që mund të kenë, apo edhe deri te investimet e vogla që i kanë përbashkët me familjarët e tyre. Pra, thelbi i reabilitancave ka ndryshuar, sepse ka ndryshuar destinacioni sot. Prandaj është edhe janë rrit të hyrat nga emigracioni, pasi sot nuk kemi më si para 25 vitesh, kur dërgonim ca para sepse kishim një pa bukë, kur e të themi kuptim pak figurativ, për të mbajtur bukë. Sot investohet në Shqipëri, pra të ardhur nga emigracioni, nuk them 100%, po kanë filluar të marrin gjithnjë e më tepër në drejtim të një lloji investimi, sot është i vogël. Po ta shikojmë te agroturizmi në Shqipëri me bujtina, me këto, ky është një lloj investimi që bëhet i drejt për drejt nga emigracioni. Pasi unë njoh shumë njerëz. Atëherë, zoti Murani, të ardhurët nga remitancat, të lutem ta diskutojmë pak më kështu, do me jo si hartim, me shkru është ashtu. Atëherë, të ardhurët nga remitancat ose dërgesat e emigrantëve, realisht mbulojnë nevojat familjare në Shqipëri, atë që duhet ta bëj shteti për qytetarë shqiptar, apo ato gjenë vend të rëndësishëm në ekonominë përmjet investimeve, bizneseve, në kulturë dhe në edukim. Pra, apo shpërdorojnë, prandaj e kanë futur dhe atë shprehjen, apo po shpërdorohet diaspora. Pra, dërgo do më konsumot familjar tu dhe asnjë zhvillim s'ka. Ju dërgoni shumë, ku shkojnë? Është përgjegjësia e shtetit për të garantuar minimumin jetik, të ardhurat për krajën sociale, e tjera. Ju keni prek me këto fjalë, keni prek një plag, ose keni hap një plag, si të themi të vërtet. Për arsye që shpërdorimi është i hapur. Shpërdorimi dihet e punë, sepse nuk e mbulojmë dot, nuk e psejmë dot, as ne që i dërgojmë, as ata që i marrin. Pra një gjë tillë ndodh, është vërtet, sepse nga sasiat e parave që dërgohen në Shqipëri, para kesh flasim gjithnjë, pastaj i dërgohen kesh në dorë apo përmes bankave pak rëndësi ka, por nga sasia parave një pjesë e mirë shpërdorohet për të mbajtur familjet vetveten. Pse? Sepse mundësia që kanë në Shqipëri është e vogël. Minimumi jetik nuk i di sa është, sepse kam shikuar prej shumë kohësh, është i pa publikum, nuk e di se sa është minimumi jetik i zyrtar. Pra, ka shumë aspekte, në anën flas tash po ta krahasoj me mënyrën që bëhet këtu në Gjermani, aspektin social. Pra, ndërhyrja e shtetit në aspektin social në Shqipëri është një minimum. Sadosh që ka një përmirësim, një rritje prapë është e vogël shumë. Pra, ne po mbyllim ato vrima, po ta themi kështu në kuptimin figurativ, që shteti shqiptar i ka ndaj familjes, në ndihmën që ka ndaj familjes. Edhe duke qenë se sot familja përmes këtyre parave po jeton, atë po shikohet mundësia që dakord se po punon e po jeton me këto para që po shpërdorohet, ta themi kështu. Por Zoti Murani, ju keni dërguar ta bëjmë më konkrete, sepse ka ekspertë ata që na dëgjojnë në botë, ju keni shpërndar, po edhe ka audiencën e tij televizioni, ka shumë shikueshmëri këto emisione, po ta shikoni, duket ju dërgesat e tua, konkretisht me qenë se jeni këtu, përse janë përdorur nga familjarët tu atje? Për të mbuluar nevojat e bazike
për të jetuar, apo janë përdorur për investime, për të rigjeneruar të ardhura? Për të mbuluar nevojat jetike. Megjithatë, për mendimin tim, problemi kryesor është një tjetër. Problemi kryesor është që ndërkohë që 20% të ardhurave vinë nga remitancët, emigrantët nuk kanë asnjë lloj përfaqësimi në nivel politik në Shqipëri. Dhe kjo, për mendimin tim, është një diçka jashtëzakonisht negative. Është shumë e keqe dhe duhet ndërprerë më njëherë ky rreth vicioz. Duhet më njëherë që emigracioni të ketë përfaqësim politik të plot dhe të barabartë me të gjitha mundësitë në Shqipëri. Sepse është e pamundur që të sjellësh aq shumë para edhe të mbash, të krijosh një ekonomi të fuqishme, edhe mos kesh asnjë zë për të thënë, asnjë fjalë për të thënë në të gjithë përdorimin e këtyre parave. Për mendimin tim, kjo është një diçka imperative dhe duhet bërë sa më shpejt përfaqësimi i emigrantëve në nivel politik. Por jo vetëm politik, po edhe ekspert, sepse ky djalë këtu që është i IT-s, ky mund të jepte një kontribut shumë të madh në Shqipëri. Pra, imigracioni ka ekspert të fushave të ndryshme të jashtëzakonshëm shumë të mirë. Kush i tret sot në Shqipëri? Asnjë. Kjo është një nevojë urgjente faktikisht. Kjo është një nevojë urgjente, nuk diskutohet, ajo është komplet tjetër temë dhe kjo është një temë jashtëzakonisht e gjatë. Kemi jashtëzakonisht shumë talente. Kur kanë ardhur në Shqipëri kanë bërë gjëra jashtëzakonisht të bukura dhe është një pasuri e jashtëzakonshme për Shqipërinë. Qisto ikja e trurit në fjalë është për Shqipërinë një katastrofë e vërtetë. Duhet menjëherë të krijohet një politikë për thithjen e trurit në vendlindje. Por kjo bëhet me anë politikave të caktuara dhe duke dashur forcat politike aty që ta thithin këtë tru. Se nëse e mbajnë gjithmonë larg dhe deri tani e kanë mbajtur gjithmonë larg, është një diçka shumë negative dhe do ketë pasoja afatgjate për mendimin tim. Okej. Në fakt, duke u lidhur edhe pak me rolin dhe angazhimin e institucioneve shqiptare, të shtetit shqiptar, digasteret dhe institucionet veçanta, pra digasteret e ministrit ju e dini. A është menaxhuar e ardhura e emigrantëve për ndikuar në zhvillimin ekonomik, apo thjesht ata e kanë parë emigrantët kudo që ndodhen ose diasporën si burim dhe si një mbështetje në momente të vështira dhe kaq. Pra cili është problemi ose ndeku i krijuar mes institucioneve shqiptare dhe përfaqësuesve të diasporës ose diasporës? Emigracioni, diaspora ka qenë gjithmonë një lop për tumjer deri tani. Dhe duke her pas here duke hedhur një fije barë, as një fes me barë, por një fije me barë. Edhe duke u mjell vazhdimisht. Mirë po, edhe ajo ka një kufi, sepse në rast se ti atë lop e mjell gjithmonë dhe nuk i jep barë, mbas disa viteve ajo lop të ngordh. Kështu që është diçka jashtëzakonisht e rëndësishme që të kuptohet në fund të rëndësia diasporës edhe të vjetë në vend nderi i saj edhe të vjetë në vend drejtuese. Po, zonja rregullohet pak pa drejtësi që është bërë ndaj diasporës. Po, zonja Piperi, një pyetje drejt për drejt. Cila ose çfarë ndjesie kanë emigrantët shqiptar në botë, konkretisht në Greqi, që ka komunitetin më të madh emigrantëve, po ka edhe pjesë më të madhe të remitancave të dërguara. Çfarë ndjesie kanë për kontributin e tyre? Vlerësohet në Shqipëri apo shpërfillet? Si e perceptoni ju andaj? Për sa u përket njerëzve tanë, të afër me vetan, besojmë se, të paktën shumica nga ne, besojmë se vlerësohet. Kurse për sa u përket shtetit shqiptar, nuk mendojmë se shpërfillet totalisht. Duke u nisur dhe nga gjërat më të vogla, ne nuk kemi asnjë përfaqësim në shtetin shqiptar, nuk kemi asnjë të drejtë në shtetin shqiptar aktualisht, jemi bërë pak a shumë si puna e nënës. Na jep, je i detyruar të na japësh dhe nuk ke asnjë të drejtë për asnjë gjë. Pra, ju thoni vlerësohet nga qytetarët, nga familjarët dhe shpërdoret nga shteti ose shpërfillet? Shpërfillet. Pra, sipas jush, familjarët tu thonë, shqyqy që kemi hergitën në Itali, edhe jemi sigur, jep shteti, si jep shteti, ne kemi të garantuar mbjetesën.
Jo, shumicat e familjeve shqiptare, shumicat e emigrantëve shqiptar përpiqen të mbulojnë ato vrymat e familjave shqiptare. Gjë që shteti shqiptar nuk e bën. Prandaj besoj se shpërfillet nga shteti shqiptar. Sepse po të merrej si bazë të ardhurat e emigracionit, detyrimisht duhet të rregulloheshin shumë gjëra. Jo se nuk janë bërë gjëra, po janë akoma shumë për të rregulluar. Pastaj ka dhe diçka tjetër, sipas me faktën, që para disa misionesh kemi folë për rritjen e nivelit të diasporës. Kemi kaluar nga punëtor, kemi shumë persona, shumë shqiptarë që kanë firma të tyre dhe janë shumë të suksesshëm në vende të ndryshme të Evropës, në fusha të ndryshme. Pra, shteti shqiptar nuk ka as edhe një program, as edhe një ide apo një politik pak ndremsot. Pastaj të shohim që do bëhet, që ti bëjë të mundur që ata të marrin pjesë në investimet të ndryshme në Shqipëri. Unë nuk po them që do vi një X person të marrë një tender atë, sepse këta tendrat u bën kështu si tip Barsalete, por unë nuk di një firmë ose një punë me rëndësi të madhe që të bën Shqipëri, edhe të ftohen edhe firmat shqiptare që punojnë nëpër botë. Akoma edhe një. Pse mos ftohen? Pse mos thirren këto firma për të bërë investime? Ore, a ka mundësi të jepet edhe një bonus primus, që ata të kenë mundësi të hynë me një përparësi në raport me një firmë të huaj. Pse? Ai shqiptari që vjen e investon në Shqipëri, atë investime lën në Shqipëri. Ai huaj që investon në Shqipëri e merr fitimin nga jashtë. Pra, shqiptari duhet ta ketë një lloj përparësie. As edhe unë nuk kam dëgjuar deri më sot që një firmë shqiptare është e thirrur edhe ka bërë një investim në Shqipëri. As edhe një. Tash, okay, ka filluar kjo me agroturizmin, po kjo është diçka e vogël. Sado që është shumë e mirë, sepse njerëzit po qoftë të diaspora flas, po investojnë për dikush shtëpinë e gjyshit, dikush shtëpinë e tij për ta riparuar, restauruar, për të bërë një aktivitet ekonomik etj. Po kjo është një diçka shumë e vogël në raport me firmat shumë të mëdha që janë nëpër botë, që nuk ftohen sot në Shqipëri për të bërë investime. Po. Kjo është më e keqja. Dhe tjetra duhet dalim një herë përgjithmonë nga ideja që ne duhet ta bëjmë Shqipërinë një hotel të madh ku mund të flen të huaj. Në fjalë duhet të ketë një ide, një politikë industrializimi. Edhe kush më mirë se sa imprenditorët që janë jashtë, sipërmarrësit që janë jashtë dhe që kanë një farë suksesin atje ku janë, mund të ndihmojnë Shqipërinë që të dalin nga kjo situatë, e të qenit një hotel ose apo restorant i të huajve. Për mendimin tim kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe duhet shkohet menjëherë në këtë drejtim. Zoti Mile, në fakt, unë pyetjet i shpërndaj në mënyrë barabartë, po në diskutim merret fjala, pra ju i shikoni që ata ndërhyjnë edhe janë mjeshtra për të marrë fjalën. Unë qëndroj në dhe duhet të ndërhysh të diskutosh. Në lidhje, pyetja është tjetër gjë të orientuar në mënyrë barabartë me kohën televizim e tërë, ndërsa diskutimi ka një karakter tjetër. Duhet të marrësh fjalë se ngelesh në hije. Dhe ose do aktivizosh vetëm kur të pyesum për pyetjen e radhës. Atëherë, a mendoni zoti Mile, të lutem, se po rri është një nga specialistët më të mirë Shqipërisë. Është një ekspert që ne do ta promovojmë pak më vonë për emisionet në vazhdimsi, ndoshta ka ide dhe vizion për t'i dhënë një zhvillim tjetër, jo vetëm politika shtetërore, por edhe marrëdhënieve të diasporës me Shqipërinë. Zoti Mile, a ka nevojë Shqipëria për një politikë të re për diasporën, gjithmonë për ta përfshirë në zhvillim, në politika publike të tjera? Do të thoja që është më se domosdoshme. Ju sapo po flismit për zhvillimin, për tërheqjen e sipërmarrësve, për politikat e zhvillimit, unë mendoj se ka mungesë politikash konkrete për zhvillim. Dhe këtu duhet përmend për shembull, në qoftë se marrim të ardhurat për frymë ose GDP në Shqipëri, jemi pak a shumë te $8.000 për frymë në vit. Dhe jemi nga vendet e fundit, do të thoja jo në Evropë, por edhe në Ballkan, dhe vendi i parë në Evropë është Gjermania, që aktualisht ka €57.000 për frymë. Kjo është GDP-ja sipas shifrave të fundit. Domethënë ne kemi një raport 8 herë më të vogël me vendin më të zhvilluar që është Gjermania. Dhe këtu duhet bëjmë disa pyetje. Përse Gjermania, apo Franca, apo Italia janë në këto nivele ekonomike më të larta? Ku është e bazuar ekonomia e tyre? Çfarë modeli ekonomik ndjekin ato? Dhe jo vetëm këtë,
unë punoj për një nga ndërmarrjet më të mëdha në botë në fushën e teknologjisë të elektronikës dhe dua të them që ne këtu jemi rreth 14.000 punëtor dhe gjenerojmë pothuajse 5 miliard të ardhura, 5 miliard dollar të ardhur në vit, që është pak a shumë e afërme me buxhetin e shtetit shqiptar. Pyetja është si ka mundësi që këto 14.000 persona të sigurojnë kaq pasuri. Në qoftë se do heq për shembull kostot e prodhimit, pak a shumë margji jonë është diku te 3 miliard dollar, por ne aktualisht gjenerojmë për frym diku te 250.000 dollar për frym. Domethënë unë si person apo kolegët e mi që punojmë në këtë ndërmarrje, gjenerojmë të ardhura edhe 5 herë më të larta se sa shteti më i lartë në Evropë që është Gjermania. Edhe pyetja lind, si arrini ju që t'i gjeneroni këto të ardhura dhe që të keni këtë prodhimtari apo këtë efikasitet kaq të lartë? Ne i gjenerojmë këto sepse ne jemi të fokusuar në fushën e teknologjisë. Është rëndësishme që ne të investojmë në sektorët si puna e bujqësisë që mbajnë Shqipërinë sot për sot me bukë, por ne duhet fillojmë të diversifikohemi, ne duhet të shikojmë të ndjekim trendet botërore, siç është fusha e energjisë, siç është elektrifikimi, siç janë për shembull degë të ndryshme të shkencës, tani po flasim për kompjuterat kuantik, apo po flasim për inteligjencën artificiale, që është një tjetër term që ka të bëjë me analizat matematike, statistikore të dhënave. Kështu që ne duhet të fillojmë që të investojmë në arsim që jo në terma afat shkurtër, po të paktën në terma të mesëm dhe afat gjatë, duhet të kemi një vizion për të ardhmen dhe të shikojmë se ku po shkojnë trendet botërore. Kjo është e vetmja mënyrë, sepse nëse ne vazhdojmë me këto trende apo këto me investime të vogla, majtas djathtas, dakor, mund të rritemi me një 10%, t'i kalojmë nga 8.000 të ardhura për frym dhe mund të shkojnë. Zoti Mile, në rregull janë gjitha këto. Edhe ne gjithë themi duhet. Po duhet se kuptohet, apo çfarë do të bëjmë ne? Si mund t'i bëjmë konkretisht? Nëse ju do të kishit mundësi të ndikonit në vendimarrje, çfarë do të ndryshonit? Në qoftë se unë do kisha mundësi të ndikoja në vendimarrje, ajo që do bëja, fjala e parë është liri. Do jepja popullit shqiptar lirin dhe diasporën lirin. Unë kam jetuar shumë vite në Francë, edhe stema e shtetit francez është liberté, égalité, fraternité, që do të thotë liri, barazi dhe vllazëri. Liri shqiptarëve si brenda dhe jashtë vendit që të mundet të kontribuojnë, mos të jenë të shtypur nëpërmjet sistemit politik, nëpërmjet sistemit tatimor, nëpërmjet sistemit taksor. Barazi duhet gjithë njerëzit të kenë barazi përballë ligjit dhe duhet të ketë drejtësi. Nuk mund të ketë drejtësi për disa persona dhe jo të tjerë, dhe vllazëri është bashkim. Duhet punojmë të gjithë së bashku për një qëllim të përbashkët që është e mira e vendit. Po. Ideja ime është që në Shqipëri ndikojnë shumë fakti që merret një mballom, me fjalë edhe i vihet një muri që është gati duke rënë. Dhe kjo është jashtëzakonisht e gabuar, me fjalë. Për mendimin tim ai mur duhet prishur dhe duhet ndërtuar nga e para. Edhe me radh muret e tjerë shtëpisë. Nuk mund të vazhdohet gjithmonë duke mbyllur fryma të vogla. Për mendimin tim do ishte kryevepër që të filloj të rindërtoj vendi nga e para, po gjë e parë nuk fillon nga forca, fillon nga mendja, çdo gjë, nga një ide, kush ka një ide, kush ka një vizion. Edhe me sa shikoj unë vizionin e kanë ata që rrinë jashtë, që janë duke e provuar mbi kurritin e tyre çdo gjë dhe janë duke shikuar ditë për ditë këtë gjë. Njerëz si Ervini për shembull, që mendoj që do të jepnin Shqipërisë një zlanço më përpara. Kemi projekte të shumta me njerëz që punojnë në fushën e shkencës, teknologjisë, shqiptar që kanë patenta dhe jo shumë larg aty ku jeton Fatmiri, në fushën e Torinos, kemi një nga shkencëtarët më të mëdhenj në botë që punon me Politeknikun e Milanos, ku unë kam studiuar Politeknikun e Torinos, dhe Politeknikun e Milanos, MIT-n që ndodhet këtu në Amerikë, po punojnë për koncencione të rëndësishme në Brazil, që të integrojnë në fushën e prodhimit të energjisë, dhe këto janë projekte madhështore, janë konsideruar
në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë sot për sot nga ata që studiojnë trendet e inovacionit teknologjik, si një nga shpiket më të mëdhaja në fushën e energjisë pas inteligjencës artificiale. Dhe këto lloj shpikjesh të shpikësve dhe inxhinierëve shqiptar do të ulin koston e prodhimit energjetik. Sot për sot Shqipëria prodhon 80% energjisë, po 20% e merr nga importi. Kështu që jo vetëm që ne të prodhojmë dhe të zgjidhim një herë mirë, këtë bëhet fjalë për energji të rinovueshme, që gjenerohen gjatë gjithë kohës, si puna e anës hidrike, dhe këto projekte nëse do lejohen njerëzit e lirë që të vinë, të investojnë dhe të hapet rruga, Shqipëria mund të kthehet, të them, në paradizin e Evropës. Ne kemi fatin e keq se kemi 34 vite emigracion dhe njerëz që janë larguar vazhdimisht, por kemi edhe fatin e mirë se në këto 34 vite ekspertë dhe persona me aftësi të mëdha janë formuar në Perëndi, kanë marrë ekspertiza, kanë marrë dije, kanë marrë shkencën, kanë marrë eksperiencën dhe kanë gjithashtu edhe dëshirën që të vinë aty. Problemi është sepse rrugët qëndrojnë të mbyllura për interesa, nuk dua të them të caktuara të një personi apo tjetër, por prandaj e thash që liria është shumë e rëndësishme. Jo, mund ta themi shumë mirë atë më revim, që kemi na vjen turp të themi që për interesat e dikujt. Ka interes dikush, nëse nuk është e mundur që kjo të vazhdoj kjo gjë, interesa një klase politike, do thoya interesa një klase vetëm drejtohet që të kthehen në Shqipëri. Kështu që në rast se dikush e pengon, kush është ky person që e pengon dhe të lutem, ma inkuadro pak regjia, ma inkuadro pak se nuk po i shikoj dhe ata s'po më shikon. Zëra Piperi, ka disa mesazhe në fakt dhe ju mund të shikoni. Është një Alket Kristo, ky është i përhershëm, dërgon dhe nga Italia, po është i fokusuar shumë te kodi fiskal. Republika, pra Republika e Shqipërisë, duhet të ketë dy dhoma, thot. Parlamenti dhe dhomën e pleqnisë që e ka shkruar dhe me njerë duhet të vendoset arma e gjandarmërisë, kodi fiskal, kodi civil dhe penal identik si e italian. Pra, erë pasere, te kodi fiskale ka ky zotëria të fiksimit për të përmirësuar, si duket, zhvillimin ekonomik, po dhe për t'i për rrugë kontrabandës e tjera. Si mendoni ju, unë e di që duhet ndryshoj sistemi politik, duhet ndryshoj kushtetuta e tjera, po ju si juriste, për fatë keq duhet ndërruar shumë gjëra. Duke filluar jo vetëm nga kodi fiskal, duke filluar nga të tëra kodet që janë aktualisht në Republikën e Shqipërisë. Duhet ndryshuar shumë, duke filluar nga çështjet civile, nga kodi penal, nga kodi fiskal, por nuk ka asnjë dëshirë për të bërë. Dhe jo vetëm, flasim për 30 e ca vite që ne jemi jashtë, qoftë prindrit tanë, qoftë neve, domethënë brezi më përpara meje, dhe përsëri nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Po, ka një mesazh tjetër. Gjatë gjithë kohës dëgjojmë, duhet të ndërohet dhe asnjë gjë nuk bëhet. Ka një mesazh tjetër, këta janë të përhershëm, fansat të këtij emisioni dhe dërgojnë mesazhe, ky është i kualifikuar. Shteti shqiptar është inekzistent për çështjet sociale. Njoh dikë që u desh 6 muaj të merrte bonus qiraje. Njoh njerëz me aftësi të kufizuara që marrin pagesa qesharake prej 100.000 lekë të vjetra, pra 10.000 lekë të reja. Pensionistë që mezi hambuk dhe shumica e shtresave në nevojë jetojnë në çfarë u dërgojnë të afërmit jashtë Shqipërisë, pra ju. A ka drejt ky zotëria këtu? A mban përgjegjësi qeveria, të gjitha qeverit, sepse nuk është një qeveri që e ka krijuar këtë situatë, të gjitha qeverit kanë shkelur në të njëjtën gjurmë. Vetëm kanë ndryshuar për masën e gjurmës ose kanë ndërhyrë për të vënë emrin e tyre në atë gjurmë. Në këtë aspekt... Mendoj se mbajnë përgjegjësi të gjithë kasat politike. Si? Të gjithë kasat politike mbajnë përgjegjësi. Jo, një pyetje tjetër do të bëj në lidhje se këto ishin mesazhe, po ju nuk jeni shumë aktiv ndaj mesazheve, e di ata që presin te ju atë fjalën e artë. Pra ju jeni pjesë e intelektualve dhe u jepni zgjidhje, sepse këta janë pjesë e emigracionit. Janë atje në një status tjetër, me një të fokusuar të puna dhe jo të politikat,
Dhe ju të ftuarit, njeri pas tjetrit që vini për emisione, do të përcjellni pikërisht atë mesazh që ka interes publik për diasporën shqiptare. Sepse nëse thotë ç'më duhet mua ose s'pun nga mua, unë jam rregull, nuk ka kuptim atë. Ju të gjithë jeni në rregull atje. Je avokate në Athinë, shkencëtar zoti Mile, zoti Murani ekonomist, por edhe krijues, po edhe zoti miku im i nderuar, duhet që të keni më shumë kreativitet në ide dhe mendim për të udhënë atyre. Telespektatori duhet kuptojnë një diçka, Besnik, që nuk zgjidhen gjërat dhe nuk rregullojnë gjërat duke ndryshuar një diçka. Ta zëm ne kodin fiskal. Bëre kodin fiskal dhe do ndryshojnë shumë gjëra. Me fjalë, janë një koordinim, një mori gjëra që duhen çdo lloj gjëje të vejë në vendin e vet. Me fjalë, nuk mjafton edhe ardhja e trurit vetëm ajo nuk mjafton. Por janë të gjitha gjërat të koordinuara bashkë. Atëherë po që ne mund të ecim përpara. Sepse nuk mund të themi që vetëm një faktor do ndryshonte vendin. Jo një person, i nderuar shqiptar. Një faktor. Jo, zoti Gjata, problemi është këtu. Jemi mori faktorësh që e kuptoj çfarë po thua, po unë do të them diçka tjetër, shqetësim qytetar. Me keqja është se edhe partitë në fushatat zgjedhore jemi në fushat. Tani nuk flasin më fare se si do të përmirësohet situata dhe si do të gjendet zgjidhje. Pra nuk kam programe të detajuara të fokusuar pikërisht te këto probleme që lidhen më shumë edhe me diasporën. Më thua do të për këtë gjë, pa ato që the janë rregull ti, po për këto. Çfarë mendimi ke ti zoti Gjata? Vin partitë politike, njëra 12 vjet pushtet, tjetra 12 vjet më herët, pa 35 vite kanë bërë monopol politikët. Të lutem më dëgjoj, sepse ti unë do të them pyetje, ti do të thosh atë që mendon ti. Po fakt do themi atë që duhet. Po, s'ka programe, s'ka mendime të detajuara ose të fokusuara që të bindësh qytetarët të bësh realitet. Për diasporën çfarë ka? Ja çfarë di ti zoti Gjata për diasporën? Cila parti, cili subjekt politik ka hapësira? Unë dikte, në rast se një parti ose një forcë politike për 12 vjet apo për 30 vjet nuk ka mundur të bëjë gjë. Me çfarë arsye vjen në thotë që unë do ta bëj tani? Sepse është shumë mirë një qytetar mund të thotë që, po dakord, që mund ta bësh, po pse nuk e bëre? Ti ishe aty, ti nuk është se erdhe sot, ti ke 12 vjet, ti ke 13 vjet, tjetër e ka 30 vjet. Përse nuk e bëre? Për çfarë arsye nuk e bëre këtë gjë? Se ishte kod, një premtim elektoral mbetet gjithmonë një premtim elektoral. Po në rast se ti ke qenë aty, edhe nuk e ke bërë këtë, për çfarë arsye unë duhet më të besoj në një forcë politike të tillë? Kështu që është e natyrshme që unë duhet të themi te forcat politike të reja. Duhet të shikojmë gjërat në sy dhe të themi që mjaft, tani duhet ndrojmë, edhe nëse duhet ndrojmë për mirë, duhet ndrojmë një herë. Atëre, zoti Kristo është këmbgul, thot, pyet avokaten, a fal shteti grek prona në Greqi si fal në Shqipëri? Pa ja dhurur babai, pa e ble, pa... Jo, absolutisht. Jo, absolutisht është një gjysmë fjalie, po problemi është... Jo, nuk do, në shteti grek... Ai, zoti Kristo kërkon aspektin juridik. Pse nuk fal? Çfarë bën shteti? Si ndëshkon ata që tjetër son pronë ose ja u fal pronë publike? Shteti grek pikërisht duke qenë se është një shtet evropian u bazohet në ligje. Detyrimisht në qoftë se haset ndonjë çështje e tillë që janë vjedhur, jo falur, vjedhur pronat, hapen çështje penale, hapen çështje civile, hapen çështje administrative, të cilat nuk kalojnë kaq shkolloj në gjykatat greke. Detyrimisht askush nuk guxon ta bëjë diçka të tillë, asnjë në punën e shtetit. Domethënë zoti pastaj varet se për cilat prona bëhet fjalë, nëse bëhet fjalë për prona publike që janë prona shtetërore është tjetër, nëse bëhet fjalë për prona private, as këtu në Gjermani nuk ekziston. Fjalën vjedhin. Prandaj nuk fjalën vjedhin, nëse vjedhin pronat të njëri tjetrit. Pra po them që në pronat private funksionon tjetër. Problemi është që ne nuk kemi drejtësinë akoma në pozicionin e dur. Në momentin që do jetë drejtësia në pozicionin e dur, atëherë mund të fillojnë ndryshojnë shumë gjëra. Por vëmë re një gjë, kemi jashtëzakonisht ideja e pronave, kaq kohë nuk janë zgjidhur. Për çfarë arsye nuk janë zgjidhur? Aty është
për mendimin tim thjesht politika në mes që nuk do ta zgjidhë sepse peshkon në ujë të turbo. Dhe kjo më vjen keq që ta themi fjalë, por është një problem tjetër që ka 20 vjet, ka 30 vjet që të rriqet zvarr. Nuk mund të rriqet zvarr një problem të tillë kardinal për zhvillimin e Shqipërisë. Kardinal. Sepse një njeri me atë tokë, me atë pronë, në fjalë nuk mund ta shumë mbeten pa punuar për këtë arsye. Ai tjetër është jashtë, në fjalë nuk mund ta shes, nuk mund ta peqara, sepse nuk ka një dokument, një letër që është e tij. Dhe kjo është një jetë mëshme po ta mendosh. Sepse nuk ka një strategji. Atëherë nuk ka një strategji. Fjalë për strategji, kjo bëhet fjalë për keqdashje tashmë, nuk bëhet fjalë që është gaboj në strategji. Kjo bëhet fjalë që është po nuk ka fare. Ka 30 vjet që nuk ka fare. Për të zgjidhur. Nuk është më mund dëshirë është kur të rrej zvarr 2 vjet. Nëse ti rrej zvarr 20 vjet, është bëhet diçka dashakeqe. Ndaj popullit. Po të ndryshon qeveri, kështu që secila qeveri nuk ka dëshirën për ta bërë këtë. Po të ekzistojë vullneti politik i klasës politike shqiptare, kjo në maksimumin një vit, kjo mund të jepet fund. Po nuk ekziston. Po të ekzistojë vullneti politik, mjafton të bëhet verifikimi i pronësisë në gjithë territorin e Shqipërisë, dhe verifikimi edhe regjistrimi e legalizimi i gjithë pronësisë, pa pas nevojë për të bërë. Kjo mjafton të ketë vullneti politik, klasa politike shqiptare të bëjë këtë ligj edhe të jepë fund nga 6 muaj për një vit, ato merr fund. Po kemi 30 sa vjet që nuk merr fund, sepse nuk ekziston vullneti politik. Po pra. Nuk është se nuk ekziston vullneti politik për ta bërë. Ekziston vullneti politik për mos ta bërë. Kjo është edhe më keq. Është akoma më rënd, më e keqe. Po. Dhe si ka mundësi që sot më vjen me një raport politike që ka qenë aty, e vjen thotë që unë do ta bëj. Nuk mund ta bësh dot. Pse? Sepse ke treguar me vepra që nuk do ta bësh këtë gjë. Do shtoja me shumë gjëra tjera. Do shtoja me fakte. Zoti Mile, të lutem një pyetje. Me fakte konkrete atë që thot Besniku, sepse thot për shitjen e pasurive, domethënë do kthehen këta që ishin. Në qoftë se ne shikojmë dhe analizojmë, mos flasim për pronat private, po të flasim për pronat publike, dhe mua më intereson shumë sektori i energjisë. 80 pothuajse një pjesë e mirë e energjisë prodhohet nga hidrocentralet, 3 hidrocentralet më të mëdhenj që ndodhen në veri të vendit. Pastaj kemi Bistricën 1, kemi Bistricën 2. Këto janë shitur në kohën e qeverisë Berisha, dhe sot për sot, nëse do të shikoni se kush është pronari i Bistricës 1, Bistricës 2, është Kurumi Internacional që ka marrë metalurgjikun, ka marrë dhe shumë ndërmarrje të tjera. Po jap vetëm 2 shifra konkrete. Bistrica 1 dhe Bistrica 2 është shitur me 1.4 milion megavati i sasisë prodhuese. Por në qoftë se e merr atë hidrocentral sot edhe prodhon energji, ti gjeneron thuajse 700.000 euro në vit. Do me thënë, personi që e blen brenda 2 viteve e nxjerr atë investim. Si mund të shihen këto pasuri që janë pasuri të shqiptarëve, që kanë punuar baballarët tonë, që kanë derdhur gjakun aty, edhe tani këta persona e marrin dhe ja japin grupeve të saktuara. Po, Zoti Murani. Zoti Murani, ta shtrim pak bisedën kështu, sepse po përqendrohet vetëm në një pikë dhe gjithë keni të njëjtin mendim ose të parafërt, nuk se i japim ndonjë zgjidhje ose japim ndonjë opsion të ri. Këto që i kemi në idim, ju i dini se ju i vuni në kurris. Kur vini, shikoni sa probleme shkeni në kufi, në manë e shërbimeve në vendlindje, që si u njeri të huaj atje, të huaj këtu. Pra, problemi është që të japim një mendim të kualifikuar në lidhje me këtë. Zoti Murani, sa e vështirë është, ju gjithë jeni familjar, edhe jeni integruar, fëmijët shkollohen atje, mësojnë edukimin, pra aftësimin profesional, por edhe morale e qytetarëve të tjerë. Sa e vështirë është të rrisësh fëmijë shqiptar në një realitet të huaj dhe të lidhësh ata me rrenjët? Realisht, këtë e kam provu vetë, edhe unë kam 2 fëmijë, pavarësisht se sot i kam 22 vjeç, vajzën e 19, po thuaj se djalin. Është e vështirë sepse nuk është një që të rrisësh një fëmijë në Shqipëri dhe atje ti mësosh një gjë të huaj, edhe sikur të rrisësh një fëmijë në Itali dhe sot në Gjermani që jam unë. Dhe ka as mënyrës së shkollimit që bëhet këtu, ka as kulturës, gjuhës që merr këtu, ti japësh edhe kulturën dhe gjuhën e vendit tënd.
është e vështirë, sepse çdo gjë që është bën, edhe këtë e them me bindje, jo thjesht nga unë, po nga shumë kontakte që kam me shumë miq të njohur shqiptar në Itali edhe diku për Evropë në Amerikë, që gjitha kjo në pjesë më të madhe është bërë në mënyrë private. Është bërë në mënyrë private. Ashtu siç kam bërë me fëmijët mi që kam blete këtë një digital dikur që jepet sa emisione për gjuhën, kur i kisha fëmijët e vegjël, për të mësuar gjuhën shqipe. Edhe çdo gjë më është dashur të marr privatisht. Ose në Itali nuk i di sa janë djeni zotërit, janë disa shoqata, për shembull siç është në Parma, që është një shoqatë që ka ngrit edhe shkollë shqipe, që më njeh shumë mirë. Është shkollë private. Atë që njoh flas. Atë që njoh unë. Në Itali kemi Italia është e mbuluar gati në shumicën e qyteteve më të mëdhenj të paktën me qendra kulturore dhe me shkolla shqipe. Dhe kjo është një anë jashtëzakonisht shumë pozitive për vendin tonë. Fundit jemi ambasadorët e parë të vendit, në fjalë, edhe kur hyn ambasadat e mëdha, ato janë të fundit. Por ata që e bëjnë të njohur vendin tonë me të italianët, në fjalë, me Shqipërinë me italianët, të parat jemi ne, jemi shoqatat që ju tregoj një gjë të bukur shumë që na ndodhi këto ditë, që në rajon shoqata Margherita Xhepa ishte e thirrur nga një shoqatë italiane për të prezantuar përpara tyre me aktivitetet tona, edhe vajzat edhe djemt tanë vallëzuan vallat e bukura shqipe, edhe ata u mahnitën. Aq që u mahnitën sa që kërkuan që ta mësonin ato vallet, edhe vajzat tona edhe djemt, në fjalë, u mësuan atyre vallet tona, edhe mua më bëj shpirti mal kur shikoj italianët duke kërcyer vallet tona, në fjalë në mes të vajzave të veshura me të kostume popullore të bukura. Për mendimin tim është një gjë jashtëzakonisht pozitive kjo që po bëjmë shoqatat kulturore. Amo kur Zanafillat ka qenë gjitha private. Zanafilla është private, është një bashkim vullnetar që kemi pas. Edhe po them diçka sepse besniku e di që isha në aplikantë para pak kohësh, pavarësisht se u tërhoqa për arsyet e mia në kandidimin për deputet. Por në një takim online që kemi bën takim politik online, njërin po flas më tepër me zotin Balla për shkakun që ishim aty, e vetmja gjë që kam pas për të thënë ishte, zoti Balla i kam thënë, ne si diasporë kërkojmë një mbështetje shumë më të madhe nga shteti shqiptar. Dhe mbështetja do të jetë fillimisht në mundësinë për të përkrahur që në shkollat shqiptare keni mundësi të na ndihmoni përmes mësuesve, siç është në Greqi që ka filluar një proces i tillë, por edhe përmes librave të na sillen nga Shqipëria. Ky është një hap sot do fillë star, sot do i vogël, por është i nevojshëm dhe i domosdoshëm. Pra, është po, edhe në këto kontakte që kam pas gjatë kësaj kohe që isha në raportet politike, edhe që jam akoma, më është thënë që po, është diçka që ka nisur edhe do të zgjerohet shumë më tepër, përveç se me shkolla, do të zgjerohet edhe më tepër për kraja edhe ndaj shoqatave, të cilat do të jenë pikë lidhëse mes Shqipërisë dhe emigracionit. Jo vetëm thjesht libra, por edhe në aktivitete të ndryshme që do të ketë me diasporën. Prandaj them, është një diçka shumë e vështirë, e kemi nisë gjithçka vullnetarisht, fillimisht në mënyrë private me fëmijët tonë, pastaj në shoqata. Tashish unë shpresoj, kam një shpresë që shteti shqiptar, flasim gjithë një pas ditës, se tash një këtë periudhë rrëmuj, s'kem çfarë flasim asgjë, të ketë atë vetdijen që duhet të bëhet një kthes 180 gradë në raport me diasporën. Pra, një nga këto është edhe kultura. Pse? Në kulturë përfshihet gjua. Edhe kur themi këto, një kthes 180 gradë duhet bëhet sepse diaspora përmes gjithçkaje që u bën në Evropë dhe në botë, po ndikon në emrin e kulturës shqiptare, sepse në fundit do të gjata zonja, unë apo ky djali që është super mjeshtër në fushën e tij, nuk na njeh kush si njerëz nga India apo Bangladeshi, po na thon si shqiptar.
Nuk na vë kush ngjyra partia ku na thot jam shqiptar. Pra, kemi shumë njerëz në botë që po kontribuojnë për kulturën shqiptare. Edhe nuk mund të thuhet se ne që kemi jashtë nuk kemi Shqipërisë. Jo, jemi gjithë i përkasim kulturën shqiptare. Jemi gjithë që japin një kontribut në kulturën shqiptare. Dhe kjo është e pamohueshme, kjo është një vërtet. Prandaj po ta marrësh në tërësi, qoftë nga ana ekonomike, qoftë nga ana kulturore, shteti shqiptar do të bëjë një kthesë 180 gradë në raport me ne. Po, zonja Piperi, cili është roli organizatave dhe shoqatave shqiptare, pra dihet Komiteti Shqiptar në Emigrim, për të ruajtur identitetin, po edhe marrëdhëniet mes njëri tjetrit, organizohen në bazë shoqata dhe organizatash, adhetare, kulturore, sportive, artistike, tjera. Cili është roli tyre konkret dhe a e ndjejnë emigrantët shqiptar në botë efektivitetin e tyre, apo ato janë thjesht sa për të regjistruar atje, për të përdorur ato të ardhurat si kanë ato nga burimet financiare? Para se ju përgjigjem pyetjes tuaj, duhet të them që përpara ca ditësh është mbledhur kuvendi i parë i diasporës shqiptare për shtetin grek. Është mbledhur në Kret, janë mbledhur të tëra shoqatat shqiptare që gjenden këtu, jo vetëm në Athinë, por në të gjithë qytetet e shtetit grek. Dhe është një nismë shumë e rëndësishme dhe diçka shumë e veçantë për ne që jetojmë në Greqi. Besojmë se kjo diasporë do jetë një urrëlidhje me shtetin shqiptar. Për sa përket shoqatave që për fat të mirë janë shumë, janë zëre çdo qytet në Shqipërisë ka shoqatën e tij në shtetin grek. Për Athinën janë bënë shumë gjëra nga shoqatat shqiptare. Zëre në çdo festë ndërkombëtare që kemi ne, mblidhemi dhe veshjet natyrale, veshjet e Shqipërisë, këngët e Shqipërisë dëgjojnë gjithmonë, janë hapur shumë shkolla shqipe, shumë kurse të gjuhës shqipe. Më përpara ka qenë vërtet nisma gjithçka ka qenë private, por tashmë është bërë një ndryshim nga shteti shqiptar, kam filluar disa pagesa, disa regjistrime të para të mësuesve që mësojnë gjuhën shqipe. Do bëhen pagesa, diskutohet, sepse deri tani gjithçka është bërë në mënyrë publike, secili për vete, secili për të ndihmuar rrethin e tij, secili për të ndihmuar shoqatën, por ne ndjejmë që ka ndryshime, ka domethënë me shoqata shqiptare. Janë aty për të na dëgjuar. Po. Besojmë. Zoti Mile, cilat janë sfidat konkrete dhe më të rëndësishme të diasporës në marrëdhëniet e saj me shtetin shqiptar? Sfidat konkrete për mua është se ka shumë në fakt, po s'vjen më zbërthen asnjë. Ka shumë, nuk është se mund t'i përmbledhësh në një fjali ose në një mision të shkurtër, po do thoja mungesa seriozitetit. Do më thënë, zakonisht kur ka iniciativa të shtetit shqiptar, siç ka qenë samiti i parë, i dytë apo i tretë diasporës, janë organizuar gjithmonë në momente të caktuara që për koincidencë kanë qenë gjithmonë përpara zgjedhjeve elektorale dhe janë bërë shumë premtime sepse do të bashkëpunojnë me diasporën, po më shumë kanë qenë, si të themun, fjalë korridoresh se sa institucionalizim apo politika marrëveshje konkrete, sepse nga momenti që nuk ekziston për shembull të kemi një kartë apo një statut të caktuar se si do punojë, si do bashkëveprojë diaspora, si në burime njerëzore, si në eksperjenca, si në dije, si në investime, kush do të jenë kontaktet, a do ketë një fond për shembull investimi apo fond zhvillimi, edhe të krijojmë një fond zhvillimi, a do ketë persona që do investojnë në dije, po dhe ta bëjmë një katalogim të gjithë personave që kanë dije dhe që duan të kontribuojnë, sepse ka dhe nga ata që nuk duan më që të kthehen në Shqipëri ose nuk e kanë më atë dëshirën sepse nuk duan të hasen më me problemet mbase janë të lodhur me politikën shqiptare. Po gjëra të tilla nuk kanë ekzistuar. Domethënë në radhë të parë është mungesa e vullnetit, mungesa e seriozitetit, edhe këto për mua janë probleme bazë. Është dhe në marrëdhëniet njerëzore, nëse shikojmë, çdo gjë bazohet mbi seriozitetin. Me pak fjalë mendon që nëse në mbështet janë lekë të hedhura kot. Për mendimin tim janë lekë të harxuara
në mënyrë perfekte ato para që mund të shërbejnë shoqatave shqiptare, sepse ato shoqate shqiptare do rrisin një brezë me dashuri për Shqipërinë, edhe ato lekë që i po investojnë tani do t'i kthehen 100 fish mbrapa. Në rast se nuk arrin dot një shtet që të kuptojë këtë, me fjalë është e kot që flasim. Por do ishte interesante edhe kjo që thot Ervini, institucionalizimi i shoqatave. Shoqatat në fjalë duhet të kenë një lidhje shumë herë më të ngushtë me qeverinë shqiptare për që të koordinohen midis tyre, dhe e para që mund të koordinojë, mund ta bëjë këtë punë është qeveria, jo politika në përgjithësi, por qeveria. Kushdo qeveri qoftë ajo. Në fjalë, ne nëse shpresojmë që të zgjidhen forca të reja politike me të cilat mund të jenë interlokutor shumë besueshëm, sepse forcat e vjetra politike sinqerisht nuk janë interlokutor të besueshëm. Duhet kemi një administratë që është apolitike, pavarësisht sistemit që vjen, është një administratë apolitike që ndjek të njëjtat rregulla. Problemi është sepse administrata është politizuar qëllimisht për ta mbajtur dhe për ta pasur atë si të mundësi një hambar apo si një mundësi për të siguruar votat apo zgjedhjet e radhës. Administrata nuk duhet të ketë lidhje me politikën, eksperti teknik nuk duhet të ketë lidhje me politikën. Duhet të ketë një ndarje shumë të qartë midis personave që merren. Ka statusin e në pusit civil, po nuk respektohet. Është miratuar në parlament si një nga detyrat kryesore të Bashkimit Evropian për procedurën e antarësimit, po administratat janë gjithmonë të fryra, vinë nga partitë që janë pushtet, përdoren për fushata elektorale, e tjera. Po, por në ligj thonë fjalë shkruar në bukur, po lexohen ndryshe. Por ligji nuk është ligj nëse nuk zbatohet. Ngjelet në letra. Ka ligj, prandaj thash unë, zotit Mile, që nuk është problemi se mungon. Problemi është statusi në pusit civil, që pikërisht e ka në instruksionet. Ai do të jeni paprekshëm pavarësisht qarkullimit të partive që vijnë pushtet. Do të shtoja diçka, nëse ekziston statusi në punësit civil, asnjë nga këta sot për sot nuk ka të drejtë që të shkojë të kërcënojë edhe të kërkojë personave që punojnë administrat se sa vota do u sigurojnë, se sa vota do mbledhin për këta, sepse me ligj ata persona që bëjnë këtë punë duhet të denoncohen dhe duhet të shkojnë në burg. Dhe këto po përdoren jo vetëm që në punësit e administratës po kërcënohen, po përdoren edhe si ushtar për të shkuar për të mbledhur vota. Pra, ju po mendoni që administrata për këtë duhet votoj? Administrata ta themi drejt për drejt pa ke që të bëhet e prekshme. Ajo administrat është e partisë në pushtet. Ju thoni që ta çoj votën kundër apo atje ku e mendon? Jo, nuk është ajo që thash. Ajo që po them është që administrata duhet të qëndrojë e lirë nga çfarë do lloj presioni politik, sepse administrata dakord sot mund të jetë e majt. Po e them se kjo administratë ka 8-12 vjet dhe është e lodhur me personat që kanë kokë, sepse nuk ekziston vetëm lufta e jashtme, ekziston dhe lufta e brendshme në parti apo në një organizim. Dhe madje lufta e brendshme shpesh herë është më e rrept dhe më e flakt lufta e bryllave sesa lufta e jashtme. Kështu që këta persona shumë mirë mund të mendojnë që të votojnë edhe alternativa të reja. Çdo person, jo vetëm administrata, çdo shtetas shqiptar duhet të lihet i lirë të votoj atje ku dhe si e mendon ai. Dhe mos përdoret nga partia në pushtet. Administrata është në fund njerëz që kanë një ide. Administrata përbot nga njerëz, përveçse njerëzit janë të lirë të zgjedhin, pse nuk duhet zgjedhë administrata? Kështu që dashje pa dashje, duke kërkuar të jepet një liri, i mohohet një liri tjetër. Kështu që problemi nuk është thjesht administrata, por sepse në fund ata janë individ. Dhe unë kam parë në Shqipëri njerëz që kanë ndonjë punë edhe ka thënë unë votoj atë këtë dua unë, edhe s'më heq dot, sepse tash me këtë ligjin në punën civil unë di në ligj që më kanë thënë që kur kanë qenë para 8 vitesh të hequr nga puna, kanë fituar të drejtën. Ose ne kemi një rast si kampanë në Shkodër, ka fituar drejtën. Pra, çështja nuk është thjesht një administrat politizuar apo pa politizuar. Për mua unë nuk e shikoj në këtë sy. Unë e shoh sa është administrata e cilësisë nevojshme
sa është cilësore administrata, jo sa është politike, sa është cilësore administrata për të bërë punën e saj në fusha të ndryshme. Pra, edhe për të rikthyer te çështja jonë, ne si diasporë, ne në raport me Shqipërinë, ne kemi vetëm një sfidë të shembim murin që kemi mes nesh, diaspora dhe Shqipëria, sepse mes nesh ka një mur, na kanë shikuar me tjetër sy, edhe sot po nuk arritëm të shembim këtë mur, që është një mur i mentalitetit të vjetër që kanë ndaj nesh, ne s'kemë arritur të bëjmë asgjë. Ky mentalitet mund të shemët vetëm në mënyrë institucionale me raport me shtetin shqiptar ose më saktë me ekzekutivin që është qeveria. Që të bëhet e mundur që diaspora partitë vjetra janë të interesuar të mbajnë ngritur të murë. Të kemi të qasje ne si diasporë me Shqipërinë. Kjo është. Pastaj çështja e administratës, zotni, unë kam votu para 2 vitësh këtu, qytetin ku jetoj në Gjermani, edhe di unë që në pjesën e administratës që ishin këtu, janë me partinë ekstremit të djathtë, sepse këtu është, ajo është në pushtet, në landin ku jemi ne këtu. Ajo është, edhe ka fut gjithë njerëzit e administratës, njerëzit e saj. Pra nuk është një çështje shqiptare. Kur ekziston diçka tillë në Gjermani dhe kam parë vetë, nuk ka sa njëri, kam parë vetë tu. Në Gjermani ka njerëz që janë të administratës, që janë të partisë djathtës ekstreme. Ka që do të themi për Shqipërinë. Po e drejt është. Zoti Gjata, sa e vështirë është rruga drejt integrimit pa humbur identitetin? Integrimi vetë do me thënë të humbas është një pjesë të identitetit. Në momentin që ne themi do integrojmë në një tjetër sistem, do të thotë që duhet të humbasim diçka. Dhe shpresa është që të mos humbasim shpirtin tonë gjatë kësaj rruge. Shpirti kombëtar duhet mbetet gjithmonë, sepse në fundit është ajo që do na karakterizojë edhe kur të jemi mes të tjerëve, mes të mëdhenjve. Çdo njeri ka karakteristikat e veta. Mirëpo, disa e mendojnë komplet ndryshe, mendojnë që duke u përkulur edhe duke e përthyer kurrizin me një fjalë përpara të tjerëve, do fitojmë pikë ndaj të tjerëve. Jo, nëse ne tregohemi përpara botës pa karakter, bota do na shikojë me një sy ndryshe. Duhet jemi ballëlartë, duhet të shkojmë me atë bagazh çfarë kemi dhe çfarë nuk kemi në mes tyre. Edhe jam e bindur që do na respektojnë në një farë mënyre. Është e mira që në këtë rrugë të jemi të gjithë bashkë edhe të mbështesim njëri tjetrin, sepse kjo është një rrugë, një portë që hapet për gjithë, nuk është një portë që hapet për një parti apo për një person. Kështu që do ishte jashtëzakonisht e arsyeshme dhe e mirë që të mbështesim njëri tjetrin në këtë rrugë që mendoj që do na sjellë mirëqenie më të madhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Po. Vetëm mundësi për të identitetin tonë në integrim është identiteti kulturor që kemi ne. Është e vetmja mundësi, sepse ne nuk kemi një industri, një ekonomi të zhvilluar që po humbasim nga ekonomia. Jo, ne fitojmë. Por, fakti që ne kërkojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian, nuk do të thotë që ne do të lëmë asgjë nga kultura jonë, nga identiteti jonë kombëtar. Përkundazi, është totalisht e kundërta, duke forcuar identitetin tonë kombëtar, ne integrohemi ashtu siç janë integruar popujt e ndryshëm të Europës. Asnjë popull i Europës që bën pjesë sot në Bashkimin Evropian nuk ka heq as edhe një gjë më të vogël nga identiteti kulturor e kombëtar i tij. Pra, e vetmja gjë që duhet të rri të ne është identiteti kulturor kombëtar. Të tjerët pastaj ne do të përshtatemi me aspektin ekonomik, me zhvillimin, me tjera. Kjo është e pjesa që ne do ta themi në thojza do lëm, sepse do lëm një lloj mentaliteti që kemi, do marrim një mentalitet tjetër në raport me zhvillimin e reja. Kjo është pjesë që do ta lëm gjatë rrugës me fjalë. Ai mentaliteti i vjetër shqiptar edhe ndoshta duke marrë mentalitetin evropian do jetë shumë herë më mirë. Por natyrisht që ai identitet, një pjesë e identitetit tonë gjatë rrugës do humbas. Dhe kjo është e pa evitueshme, besoj. Po. Dhe mbi të gjitha të mos harrojmë gjuhën tonë, t'ja lëm trashëgimi fëmijëve tanë, sepse vetëm kështu nuk do humbim vetveten.
Kjo është pika të dobët. Në emigrim, të rinjt janë të fokusuar më shumë te gjua si pjesë e identitetit dhe kultura e gjua e bukës, pra që quhet gjua e emigracionit, apo te gjua dhe kultura e nenës, pra të adheut. Po ne kemi vinë emigrant këtu të rinj, po vinë edhe të mosha e ndryshme e flasin gjuhën e tyre, për plazhën, për restorante. Pa kemi parë një largim nga pjesa e identitetit. Po. Unë aktualisht kam themi që janë të interesuar ose janë të fokusuar te gjua shqipe. Kjo është gënjeshtër. Nuk janë të fokusuar ke gjua që te ajo që flasin për ditë në fjalë, në Itali me italisht, në Greqi me greqishtin e tjerë. Por detyra jonë është ajo që atë gjuhë mos ta harrojnë asnjëherë. Dhe ne për krijesat tona, këto shoqata, janë bërë për këtë arsye, që fëmijët tanë mos ta harrojnë edhe ta kenë përballë gjithmonë, të dinë se kush janë, nga vinë etj. Po, Piperi ishte pyetja për ju, zënë Piperi, po ta marrin fjalën këta artistë. Për fatkeqësi unë kam parë shumë prindër shqiptar, edhe është vërtet një fatkeqësi që ndodh, që në vend që të punojnë, që shumë dakord, gjuhën e vendit ta marrin fëmijë sepse fëmia është si shfëngjiri i thith gjithçka, duke u rrit. Edhe merr gjuhën e komplet. Fëmijët e mi flasin 4 gjuhë sot. Pa marrë shqipen as bëhet fjalë ta harrojnë, përkundërzi. Por problemi është që un kam parë shumë shqiptar që në vend që t'i japin gjuhën shqipe fëmijës, nuk bëjnë as përpjekje minimale që fëmia ta marrë gjuhën shqipe, ta konservojë dhe të njohë element thelbësor, element kryesor, se nuk flas të njohë me hollësi historinë e kulturën e Shqipërisë, por të paktën gjërat kryesore të njohë të kulturës shqiptare. Edhe më ka rastis me udhëtu me prind, një herë po them një rast që kam udhëtu nga Roma për Vjen, ishin 2 familje, edhe më fliqin komplet vetëm gjermanisht. Gjermanisht, pse tha nuk më din fëmia, thash po ti si nuk din fëmia ty, ta ke bën tash ti? A ke folën herë shqip? Jo, tha po kam dëshirë që fëmijët mësoje. Edhe fëmijës dinte 3 fjalë në gjuhën nënës, në gjuhën shqipe. Edhe kjo është një fatkeqësi faktikisht. Pak unë kështu e shoh. Dhe kjo është diçka private që bëjnë prind. Nuk kërkosh. Nuk arrin të kuptojnë që një gjuhë më tepër është një pasuri më tepër që ja lë fëmijës. Nuk arrin shumë njerëz nuk arrin të kuptojnë këtë. Unë kam njohur familje me babain angles, maman franceze dhe flisin italisht. Me fjalë edhe më kujtohet që flisin një ditë në shtëpi, flisin një ditë italisht, një ditë anglisht dhe një ditë frëngjisht. Dhe pastaj ditën tjetër fillonin e parë, një ditë gjë. Përse vetëm për të mos harruar asnjë prej gjuhëve që ata të nenës, babës edhe atë të vendit ku rrinë. Si është mendimi i Zotit Piperi për këtë, sepse e fokusuat e pa kesh në miniaturë me kuptimin e përfaqësimit, po unë i ruaj dhe kuotat gjinore në fakt. Po. Unë aktualisht kam 3 fëmijë të vegjël. Çunat e mia kanë moshë më të vogël, janë 4 vjeç dhe flasin shqip brenda në shtëpi. Sapo dalin nga dera e shtëpisë do flasin greqisht. Këtë e kemi bërë si rregull me bashkëshortin dhe nuk ndryshojnë as fëmijët, sepse asnjëri nga ne të dy nuk duam që të harrojnë fëmijët gjuhën tonë, nuk duam që të harrojnë që dhe ata janë shqiptar, pavarësisht se marrin dhe në shtëpi të tjera, por është mendoj se ndryshimi ose ajo njohuria e fëmijëve tanë për kulturën, për traditën dhe për gjuhën tonë vjen direkt nga familja. Nëse ne si familjar nuk ja ngullisim këtë, detyrimisht dhe shoqatat nuk mund të bëjnë as ligja dhe ti çosh edhe në kurse private ose në kurse të mësojnë gjuhën shqipe, nuk do mësojnë sepse do ta mendojnë si gjuhë të huaj, nuk do ta mendojnë si gjuhën e tyre, nuk do ta mbijnë veten asnjëherë si shqiptar, sepse brezi më i vogël po i humbet pak ato traditat, po i humbet atë lidhje me Shqipërinë. Kështu që ne si prindër ose si më të mëdhenj, duhet patjetër t'ia ngullisim, t'i mësojmë kush janë traditat tona. Po. Sepse do t'i harrojmë totalisht, nuk do kemi asnjë lidhje me Shqipërinë. Është një shprehje që thotë adheu fillon te familja. S'diskutohet. Unë personalisht kam 3 fëmijë. Zoti Mile, në fakt po shkojmë drejt fundit të emisionit dhe emisioni u la i lirë, pra të shprehni mendimet tuaja, në fundit të gjithë njëjtin qëllim kemi. Zoti Mile, në aspektin e vlerësimit të diasporës, mendoni se e ka kryer misionin për të qenë ulise mes vendit pritës,
dhe vendit të origjinës, apo është përdorur shumë nga shteti dhe institucionet shqiptare? Mendoj të dyja, por më shumë mendoj se është përdorur nga shteti dhe politika për interesat e saj, për të qëndruar në pushtet, siç u thamë përpara, për të mbushur vrimat dhe problemet e ndryshme si nga ana ekonomike, por edhe nga anët e ndryshme të investimeve. Mos të harrojmë që nuk ka qenë vetëm para që ka ardhur në Shqipëri për të mbajtur familjarët, po mjafton të shikoni të gjithë ato ndërtime që janë bërë. Ai është gjithë lek, domethënë që ka ardhur nga kontributet e personave që kanë ardhur jashtë. Diaspora është munduar gjithmonë dhe prapë do mundohet që të bëjë më të mirën për vendin, pavarësisht faktit se ajo është e përfaqësuar apo jo. Një gjë e mirë është që për herë të parë shqiptarëve jo po u jepet e drejta, po u lejohet, sepse këtë të drejtë e kanë pasur, e ka siguruar kushtetuta, vetëm se këta nuk ja kanë siguruar, ja kanë mohuar, po për herë të parë po u asigurojnë këtë të drejtë. Edhe mendoj se kjo është diçka shumë pozitive, fakti që diaspora do ketë një zë në vendimarrje, edhe pse jo edhe në përfaqësim, sepse mos harrojmë sot për sot është hera e parë që votojmë dhe kemi 250.000 votues nga jashtë që mund të jenë gati 15 apo 20% e numrit total të votuesve, kështu që imagjinoni sikur 15 apo 20% e gjithë parlamentit shqiptar të vinte me persona me aftësi të caktuara, ekspertiza të caktuara nga të gjitha fushat, Shqipëria do ndryshonte, po edhe spektri politik, kultura e të bërit politik do ndryshonte. Misioni i diasporës nuk ka mbaruar, është një punë e sipër, edhe mendoj që gjëra më të mira do të vinë në të ardhmen. Çfarë do të vinë? Çfarë mendoni do të vinë? Mund të vinë investimet ndryshme, mund të vinë përfshirje më të forta, nëse shqiptarët shikojnë që do ketë persona që këtej do të përfshihen në procesin e zgjedhjes dhe përfaqësimit, persona që vinë me një kulturë tjetër, persona që nuk janë aty thjesht për postin apo për pozitën e momentit, po për të mbrojtur në radhë të parë familjet, qytetarët dhe interesat kombëtare, sepse ne kur mbrojmë kombin, kemi mbrojtur familjet tona, sepse kombi është një bashkësi familjesh. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sidomos personat që jetojnë jashtë e kanë edhe shumë më të fortat dhe dashurinë, sepse është nostalgjia, është mungesa, është largësia nga familjarët që kanë atje. Edhe ky është një fakt. Nëse persona të tillë që edhe këtu janë rritur dhe edukohen me tjetër moral, do sjellin një tjetër moral, por nuk bëhet me një apo me dy persona, duhet një organizim, edhe domethënë persona që të përfshihen akoma më shumë në këto procese dhe të gjithë së bashku mund ta bëjnë ndryshimin. Zonja Piperi, për herë të parë ushtrohet e drejta kushtetuese e votës për diasporën. E kemi trajtuar që nga janari kur ka dalë koha e regjistrimit e tjera. Ju mendoni se kjo është një qasje e re e politikës shqiptare, pasi janë dakordsuar të dy, opozita dhe majoranca, për votën e diasporës, apo është një interes i momentit? Besoj se është një e drejtë që ishte mohuar deri tani diasporës shqiptare për të votuar. Siç akoma nuk po aplikohet kushtetuta e shtetit shqiptar që thotë që diaspora duhet jetë rreth në vete, që të zgjedhë përfaqësuesit e saj në Kuvendin e Shqipërisë. Unë shoh si qasje tjetër. Shkurt nga një mesazh të gjithë, të katër nga një mesazh, se jemi drejt fundit të emisionit, pra për pyetjen, është një qasje e re apo një interes i ri i partive politike për diasporën? Besoj që politika u detyrua ta bënte këtë hap, sepse ishte jashtëzakonisht vonë për ta bërë, e kërkonte Evropa, e kërkonin të gjithë emigrantët, edhe ishte një diçka që duhej plotësuar patjetër. Edhe politika u detyrua për ta bërë. Mendoj që nuk kishte dëshirë ta bënte këtë hap, por e bëri sepse u detyrua. Po, zoti Morani. Për mua është një qasje e re, sepse po ta marrim në vimësi, unë e Fatmi e dim që jemi emigrantë të vjetër, kemi dalë nga një kohë që ne nuk e dini që ekzistojnë apak jashtë, dhe më tepër se sa jemi.
në një moment që ne tashmë kemi të drejtë të votojmë. Nuk është një fitore kush di si qatë, se është një drejtë e jona në fundit. Por do ta kuptojmë diçka. Diga është thyer. Tashmë nuk ndalet dot. Pra një qasje e re ka hyrë me dëshirë, pa dëshirë është tjetër mohabet. Por një qasje e re ka hyrë së s'bën. Partia Socialiste ka bën mazhoranca sotme ka 4 persona në lista për deputet. Pra ato persona janë po ta marrim kuptimin, ndoshta duket pak metafor. Ato dalëndyshet e para nga diaspora që po rikthehen në vendin tonë. Pra nuk ka zot që ndal më të diasporën të kontribuojë për Shqipërinë. Pra është në të mirën e forcave politike që të ndrojnë qasje. Dhe unë besoj që qasja ka ndruar ndaj nesh. Por problemi është si të bëhet. Është një qasje e re, e tha ty po pozitive apo interesi? Qasja. Jashtëzakonisht pozitive. Kjo është pyetja. Unë shoh pozitive, por natyrisht nuk e përshtatet interesat. Po pra janë të dyja, edhe kështu dhe ashtu. Po zoti Mile, si e mendoni ju këtë qasje të re të politikës shqiptare me diasporën në zgjedhje? Nuk do thoja, si që tha edhe zoti Fatmir, është një zgjedhje detyruar, që këta duhet të respektojnë disa standarde që jo vetëm vendet e Evropës, këta aspirojnë që të bëjnë pjesë e komunitetit evropian, ka ca ligje dhe rregulla, po flisnin për identitetin kombëtar dhe integrimin, nuk besoj se këto do t'i humbin. Ajo është që është më e rëndësishme është që ne duhet të plotësojmë disa standarde të caktuara përpara se të jemi pjesë e komunitetit evropian. Domethënë që i bie, duhet jetë liria e fjalës, duhet të respektojmë drejtësitë e individit dhe kjo është një nga themelet bazë që personi të ketë të drejtë të votojë ata që i drejtojnë edhe që qeverisin vendin. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Është një qasje pozitive, po vjen si zgjedhje imponuar nga jashtë, jo si një zgjedhje e lirë nga brenda. Pikërisht duke e pesh që kemi ne në botë sot, rolin që kemi ne në botë sot, në vendet ku jetojmë, politika shqiptare e ka kuptuar që pse nuk mund të shkohet më me atë mënyrën e vjetër, por duhet në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë, duhet më domos të ftohet edhe ajo pjesë e Shqipërisë, ajo pjesë e shqiptarëve që jetojnë jashtë, pra diaspora. Pa rolin e diasporës, as nuk ka qenë Shqipëria, as nuk është dhe as nuk do të jetë. Doja të thoja edhe diçka, po themi që ne do shkojmë komunitetin evropian, mos harrojmë që të gjithë ne personat që po flasim, un kam të paktën 25 vite që jetoj jashtë, mund të them që gati jo gjysma, po 3/4 të shqiptarëve jetojnë, punojnë në komunitetin evropian, janë të integruar. Po thuhet që ne do hyjmë në Shqipëri në 2030, tani ne së afërmi kemi zgjedhjet, jemi në vitin 2025, po sipas llogarive matematike mua më del që 2024 plus 2025 2024 plus 2025 plus 4 vite arrim 2029. Domethënë kjo qeveri që kërkon të marrë mandatin do shkojë deri në 2029. Këta po bëjnë premtime që do fusin Shqipërinë në Evropë në 2030. Domethënë këta edhe mund të mos jenë në 2030. Domethënë bëjmë një proces teknike, është ndryshe, është një proces teknik sepse mbylla parashikohet në 2027, mbylla e bisedimeve. Po mbyllën bisedimet, ajo pastaj ka marrë fund diçka. Ajo nuk ka të bëjë me qeverisën, pastaj me afatin kohor. Afati kohor ka të bëjë me aspektin teknik të mbylljes së temave të ndryshme teknike të bisedimeve. Pra, sa janë gjithë kapitujt që janë parashtuar nga Shqipëria, nga Bashkimi Evropian ndaj Shqipërisë, sa janë plotësuar. Pra mbylla e hapja dhe mbylla kapitujve me Shqipërinë është një proces teknik tashmë, nuk është një proces politik. Mirë, shiko, ai mbyllja e detyrime e atyre kapitujve të tjera që ata kërkojnë që kanë është po përdoret për fushat ama. Sepse kush është ai që thot më jepni mua votën që t'u çojmë për SBE? Kjo është paradoksale, qoftë njëri apo qoftë tjetri. Antarësim Bashkimi Evropian detyrim ndaj qytetarëve. Është detyrim ndaj institucioneve. Pra Bashkimi Evropian nëse ti nuk je i aftë të merr nesër, vetë sepse ka afatit e caktuar, thotë hajde nuk je i Zotit dish vetë marrun dhe të bëj unë ashtu si duhet. Pra ti kërkon, jo, përdorim politikës këtu është fjala dhe është qasje e re apo stil, është një mënyrë për të përdorur diasporën. Gjithsesi, unë ju falenderoj se kemi kaluar gjitha limitet, hapësira që
pa matë për ju, kush deshe foli si deshe në lidhje me pyetjet gjithmonë, brenda kornizave kushtetuese, ligjore, kodit etikës, po edhe mbrojtjes së integritetit të ftuarit. Faleminderit zoti Morani që ishte pjesë e këtij emisioni, faleminderit zoti Gjata që ishte pjesë e këtij diskutimi. Faleminderit zoti Mile, faleminderit Zojan Piperi, unë ju falenderoj përzemërsisht që ishi pjesë e diskutimit të emisionit. Në treta dheu tema diaspora shqiptare në botë urlise me dheun apo e shpërdoruar. Të nderuar shikues, këtu emisioni në treta dheu ka përfunduar. Ishim në transmetim të drejt për rreth 1 orë 30 minuta, pikërisht për këtë temë, për çështjet e saj, po edhe për shqetësimet e probleme që diaspora kanë në lidhje me politikat e shtetit shqiptar të trashëguara, por edhe këto aktuale, për të krijuar hapësira mundësi diasporës që ajo të jetë pjesë e integruar e vendimarrjes, por edhe të jetë e përfaqësuar pikërisht në institucionet shqiptare si një nga pjesët më vitale shoqërisë shqiptare, përderisa janë suksesshëm atje ku janë më dinjitoz se sa pjesa më e madhe të tjerëve, pra ne krenohemi me ata, duhet të jenë edhe pjesë e vendimarrjes, po edhe të përfaqësohen në Parlamentin shqiptar. Të nderuar shikues, unë falenderoj shumë të ftuarit e mi, gjithashtu edhe ju. Deri në emisionin e radhës, natë e mirë, mirëpafshim.